Dihet që spastrimi etnik u krye nga forcat e Edesit, pra me Napoleon Zervën në krye, i cili pretendimin kryesor pati bashkëpunimin e atyre pak, të themi, shqiptarëve të çamëri, si kudo dhe kurdo herë që gjithmonë do ketë individ që bashkëpunojnë. Në Tiranë u ngriti qeveri bashkëpunëtore, ku i slinge, domethënë me të dyja pushtimet në Greqi dhe kudo ku vendet u pushtuan, pa nuk është kjo çështja. Çështja është fajsimi masiv dhe si argument që do përdore bashkëpunimi. Tani, po të shikojmë dokumentacionin. Napoleon Zerva që në fillim tetorit, 10 tetor të 43-shit, pra në shtator kapitulloi Italia, në vendet ku kishte qenë Italia fashiste hyri Gjermania me forcat e saj, pra si në Greqi, Shqipëri e kështu me radhë gjithë vakumin që krijoi kjo tërheqje. Në momentin e largimit të gjermanëve nga Greqia, Zerva duhet ishte ai që dilte më i fuqishëm, pra ushtarakisht, por dhe politikisht në Greqinë e Veriut, dhe duke shfrytzuar forcën e gjermanëve, duke bashkëpunuar me ata të azjesonte kundërshtarin politik, që ishte pra forcat komuniste drejtuar nga Helasi, po. Dhe sigurisht një pjesë e kësaj ishte edhe spastrimi etnik që duhet bëjë në çamëri.